Lorika, ka ndikuar në atmosferën e skuadrës fitoria bindëse e ditës mërkur ndaj Rabotničkit? Po sigurisht që ka ndikuar. Pas asaj disfate me Pelisterin në Tetov, i duhej skuadrës që të ngrihej dhe të vazhdonte ecurinë në kampionat. Dhe mendoj se dominuam dhe në mënyrë bindëse fituam dhe vazhdojmë ecurinë tonë drejt kampionatit për të bërë shampion. Më thuaj si e keni përgatitur ndeshjen me Shkupin, duke ditur se Shkëndija respekton maksimalisht çdo kundërshtar, por të jemi real. Shkupi fatkeqësisht po zhvillon një sezon katastrofal dhe ndonjëherë këto ndeshje dinë të jenë edhe të rrezikshme. Ne dim situatën e Shkupit se është një ekip që nuk e meriton të jetë aty ku është, duke ditur se çfarë skuadre ka qenë Shkupi, por ne jemi Shkëndija dhe respektojmë çdo kundërshtar dhe vazhdojmë rrugën drejt titullit kampion për të fituar në mënyrë dominante dhe bindëse dhe të vazhdojmë me ecurinë tonë. Siç e dim, ne jemi Shkëndija, ne duhet të jemi në fokusin tonë më të mirë dhe të vazhdojmë ecurinë. Tani nesër, cila do jetë qasja e Shkëndijës? Do ketë respekt për Shkupin apo thjesht do luani si të jetë një derbi i vërtet? Normalisht do të luajmë një ndeshje si me qenë një ndeshje derbi. Duke marrë parasysh edhe formën e Shkupit si është, na vjen shumë keq, por s'kemi çfarë të bëjmë, ky është futbolli, duhet vazhdojmë ecurinë tonë. Një premtim nëse do të jesh në formacion? Po, në qoftë se jam në formacion, ju premtoj se do të fitojmë në mënyrë bindëse dhe dominante.